Kryeministri Rama deklaron se vendimi për Ballukun ishte mbrojtje për dinjitetin e kuvendit. Spaku nuk mund t'i konsiderojë deputetët fajtor pa vendim gjykate. Shënohet 18 vjetori i tragjedisë së Gërdecit me 26 viktima. I vetmi në gjyq aktualisht për shpërdorim detyre është ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu. Makina e një agenti krimesh në Lezhë hidhet në erë me tritol, shpërtimi shkakton vetëm dëme materiale, dyshohet se krimi lidhet me detyrën e oficerit të policisë. Ulet kërkesa për pushime në Dubai dhe destinacionet e tjera të Gjirit Persik, por lufta mund të sjellë më shumë turistë nga Europa dhe nga lindja e mesme në vendin tonë. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Vendimi për Belinda Ballukun sipas kryeministrit Edi Rama ishte një mbrojtje që është bërë edhe dinjitetit të parlamentit. Zoti Rama tha sot se Spaku nuk mund të bëjë çfarë të dojë kur troket në dyert të kuvendit, duke i trajtuar deputetët si fajtor pa qenë të tillë të shpallur nga gjykata. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi podcastin e përjashëm për të sqaruar pse Partia Socialiste refuzoi të japë autorizim Spakut për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Sipas kryeministrit Rama, kërkesa e prokurorisë posaçme për të hequr imunitetin e Belinda Ballukut nuk mund të miratohej pasi nuk bazohej në prova e fakte. Kuvendi u shpreh dhe nuk e autorizoi kërkesën me vlerësimin se kërkesa është në vazhdën e një kuturisjeje e cila nuk mund të vazhdoj pafundësisht, ku njerëzit trajtohen si të ishin mjete në dispozicion të luftës kundër korrupsionit. Sipas Ramës, me këtë votim, Partia Socialiste mbrojti dinjitetin e parlamentit. Ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin në derën e kuvendit, dhe kuvendi nuk mund të bëjë sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon, sikur nuk mendon, dhe të refuzoj të kryejë rolin e tij duke praktikisht mbrojtur dinjitetin e dinjitetin e parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë, që nuk mund të trajtohen si fajtor pa qenë të shpallur të tillë nga gjykat. Për te debatit politik për Belinda Balluku, Rama u ndal edhe tek rritja e çmimit të naftës për shkak të situatës së krijuar në lindjen e mesme. Sipas kryeministrit, situata po mbahet nën monitorim. Duke vënë në veprim administratën tatimore dhe doganore, nga njëra anë me qëllim rritjen e kontrollit në tregun e hidrokarburave dhe parandalimin e çdo rritje abuzive të çmimeve të karburanteve, dhe nga ana tjetër për të studiuar me shpejtësi edhe një ndikim mbi fenomenin abuziv të rritjes së çmimit të ushqimeve. Rama premtoi futjen e shtetit në tregun e naftës, por pas sqaruar detaje se si do ndodh kjo e si do ndikojë në uljen e çmimit. Por për opozitën, çështja Balluku nuk mund të mbyllet pavarësisht mbrojtjes që sipas saj bën Edi Rama. Lideri demokrat Berisha tha se me vendimet e tij, kryeministri tregoi se qëndron vet pas aferave korruptive. Lideri i opozitës Ali Berisha replikoi në distancë me kryeministrin Edi Rama për çështjen e imunitetit të ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një mesazh në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se çështja Balluku nuk mund të mbyllet, duke akuzuar kryeministrin se është përgjegjës real për çështjet për të cilat po hetohet deputetja socialiste. Dhe se çështja Balluku është vetëm çështja Rama, dhe ajo mbyllet vetëm me largimin e Edi Ramës. Çështja Balluku është bërë një çështje ndërkombëtare, dhe Edi Rama nuk mund ta mbyllë atë me një grusht hajdutsh në parlamentin e tij. Berisha komentoi edhe rritjen e çmimit të naftës për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Sipas Berishës, situata ndikon në rritjen e çmimeve, por çmimi i naftës në Shqipëri është më i lartë krahasuar me Kosovën e Maqedoninë për shkak të taksave. Në çdo litër naftë që ju blini, keni taksën më të lartat në botë, 1.1 euro për litër, dhe kjo është taksa Rama. Ndaj dhe çmimin e naftës, ju lutem konsideroni si çmimin Rama.
Kryetari i Partisë Demokratike ftoi qytetarët të reagojnë kundër qeverisë, duke u bërë apel të bashkohen me opozitën në protestën e 22 marsit. Kjo e diel shënoi 18 vjetorin e tragjedisë së Gërdecit me 26 të vrarë dhe qindra të plagosur, ndërsa vitet kalojnë, familjarët e viktimave pretendojnë se drejtësia nuk është vënë në vend. Pas nisjes së hetimeve nga Spaku, i vetmi i akuzuar aktualisht që ndodhet në gjyq për shpërdorim detyre është ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu. 26 persona të vrarë me styra dhe fëmijë si dhe më shumë se 300 të tjerë të plagosur. Ky ishte bilanci i shpërthimit të Gërdecit, tragjedisë më të rëndë që është shënuar në Shqipëri. Këtë të diel u mbushën plot 18 vite nga ngjarja, ndërkohë që familjarët ende kërkojnë drejtësi dhe nuk gjejnë paqe, duke trokitur sërish në dyert e gjykatave për dënimin e shkaktarëve të ngjarjes. Edhe këtë përvjetor familjarët e viktimave janë mbledhur në vendin ku ndodhi ngjarja, ku me lule në duar kanë kujtuar të afërmit që humben jetën. Shpresa tyre është prokuroria dhe gjykata posaçme. Për një kohë të gjatë, kjo ishte një nga dosjet më të rëndësishme të hetuara nga SPAK, ku ndryshe nga hetimet e shumë viteve më përpara, në bankën e të akuzuarve janë emra të politikanëve të lartë dhe të familjarëve të tyre. SPAK nisi hetimet për ish ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediu, por pjesë e këtij procesi janë dhe zyrtarë të tjerë të lartë, si Aldo Bumçi, ish ministri i drejtësisë aso kohe, por dhe Shkëlzen Berisha, djali ish kryeministrit. Mister mbetet ende shkresa zyrtare që mban shënimin për Shkëlzenin. Sipas hetimeve, djali ish kryeministrit kishte kryer vizita të shpeshta në Ministrinë e Mbrojtjes dhe emri i tij ishte shënuar në dokumenta zyrtare që lidhen me procedurat e demontimit. Edhe pse në hetimet e mëpërparshme Gërdeci u klasifikua si aksident teknologjik, hetimet e SPAK kanë nxjerrë në pa deformime që u han bërë fakteve, ku kanë dalë në dritë montimi i armatimeve të rënda jashtë çdo lloj kushti, ku punëtorët në mesin e tyre të mitur punonin në të zezë dhe jashtë çdo lloj standardi të sigurisë së lartë. Ndërkohë që ende sot vijojnë seancat në gjykatën e posaçme, ku Fatmir Mediu i akuzuar për shpërdorim detyre e konsideron procesin si politik, duke hedhur akuza ndaj drejtësisë se po manipulohet nga qeveria. Paralelisht me procesin gjyqësor, SPAK ka hapur dhe një tjetër hetim për korrupsion i zyrtarëve të lartë dhe pastrim parash, me rastin e procedurave të ndjekura në ato kohë nga Ministria e Mbrojtjes për shitjen e municioneve dy kompanive të huaja. Bashkia e Rrogozhinës mund të qëndrojë me kryetar të komanduar deri në zgjedhjet lokale të vitit që vjen. Ekspertët vërejnë se kodi elektoral nuk përcakton afate që do ta detyronin qeverinë të shpallte votimet. Qeveria nuk ka një afat për të dërguar vakancën e kryetarit të Bashkisë së Rrogozhinës në presidencë. Për Vizion Plus, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaj Shkume i u referuar rasteve të ndodhura më parë, ku bashkitë kanë qëndruar me kryetar të komanduar me vite, pa qenë nevojë e zgjedhjeve të pjesshme. Për Këshillin e Ministrave nuk parashikon asgjë. Pra, është në diskrecionin e këtij organi që të marrë vendimin kur ai e shef të arsyeshme për ta shkarkuar nga detyra kryetari i bashkisë dhe për të bërë pastaj njoftimin për vakancën e krijuar presidentit të Republikës. Ne kemi patur raste kur Këshilli i Ministrave nuk e ka ushtruar këtë të drejtë dhe detyrë që ka, që dhe që rrjedh nga kushtituta e vendit dhe ka mbetur në detyrë kryetari i parshëm rasti i Shkodrës kanë parasysh me vite të tëra. Megjithatë, Kume shpjegon se zgjedhjet e pjesshme nuk ka nevojë të mbahen në rastet ku kryebashkiaku largohet nga institucioni vendor 6 muaj përpara zgjedhjeve lokale. Ligji për vendqeverisjen vendore parashikon vetëm rastin kur vakanca krijohet 6 muaj përpara ditës së zgjedhjeve, për të mos të bërë zgjedhje plotësuese për vakancën e krijuar, por në detyrë të qëndrojë deri në zgjedhjet e radhës apo të përgjithshme për organet e qeverisjes vendore i komanduari nën kryetari i kësaj bashkie. Tashmë mbetet për t'u parë nëse qytetarët do t'i drejtojnë kutive të votimit apo nëse Rrogozhina do të mbetet me kryetar të komanduar deri pranverën e vitit tjetër. Makina e një agenti i krimesh në Lezhë është hedhur në erë me tritol gjatë natës duke u kthyer diela. Fatmirësisht nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale. Dyshohet se sulmi me eksploziv lidhet me detyrën e oficerit të policisë. Një shpërthim tritoli ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së dielës në qytetin e Lezhës. Objekti i sulmit ishte automjeti në pronësi të një punonjësi policie.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 5:55 minuta, dyshohet se një sasi lëndë plasëse është vendosur në një makinë të parkuar tip Volkswagen Golf në pronësi të 41 vjeçarit Gent Gjetja, agent i krimeve në drejtorinë vendore të policisë Lezhë. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme të shumta materiale në automjet, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Gent Gjetja prej vitesh shërben në strukturat e hetimit të policisë të Lezhës dhe njihet për angazhimin e tij në luftën kundër kriminalitetit. Menjëherë pas ngjarjes, policët kanë marrë dëshminë e kolegut të tyre, e po ashtu kanë bërë sekuestrimin e kamerave të sigurisë në zonën përreth për të hedhur dritë mbi krimin. Agjencitë turistike në vend po përballen me një ulje të prenotimeve për pushimet në Dubai dhe destinacione të tjera të gadishullit arabik. Shkak është bërë lufta e cila ka sjell edhe probleme në transportin ajror. Planet për pushime ndonjëherë dështojnë, siç është rasti i shumë shqiptarëve që kishin organizuar udhëtime në disa prej vendeve të lindjes së mesme, kryesisht në Dubai. Por gjithçka u pezullua për shkak të luftës në rajon. Një pjesë e mirë e fluturimeve janë kanceluar, disa kanë kërkuar rimbursime pasi kanë frikë të udhtojnë në këto momente, disa të tjera kanë shtyr për një datë të mëvonshme, po shohim që rezervimet po ngelen pezull dhe nuk ka shumë kërkesa për momentin, sidomos nga lindja e mesme. Me Abu Dhabi si një nga destinacionet e preferuara për shumë shqiptar, Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe vendet të tjera përreth, zë një pjesë të konsiderueshme të totalit të prenotimeve të turistëve shqiptar. Zë një pjesë shumë të madhe, pasi rezervimet, sidomos nga këtë vende po shtohen, kështu që na prish shumë punë dhe janë ulur si rezervimet, si të ardhurat e biznesit e çdo gjë tjetër. Për shkak të rënjes së kërkesës, edhe oferta paketave turistike ka pësuar ndryshime. Për momentin, çmimet e paketave ngelen njësoj deri diku në disa vende dhe janë ulur, por njerëzit nuk po interesohen për momentin. Ndërsa tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë të krijojnë pasiguri, agjencitë turistike presin që shqiptarët këtë sezon të orientohen më shumë drejt destinacioneve europiane, duke lënë përkohësisht pas udhëtime drejt xhirit persik. Por lufta në lindjen e mesme mund të jetë një shans i artë për Shqipërinë. Operatorët turistik vërejnë se për shkak të tensioneve atje, fluksi turistëve mund të orientohet drejt vendit tonë që ofron stabilitet dhe kushte të mira. Shqipëria mund të përjetojë të njëjtën situatë si disa vite më parë, kur pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, shumë qytetarë nga këto vende erdhën në Shqipëri jo vetëm për turizëm, por edhe për të bler prona dhe për të jetuar në vend. Tashmë që konfliktet në lindjen e mesme po përshkatëzohen, Shqipëria mund të përfitojë duke përthithur më shumë turistë nga këto vende. Ne, me thonë drejtë, mund të kemi edhe një farë interes në këtë mes, sepse mjaft tregje që operojnë tregjet fuqishme pra që janë prezent në Shqipëri, si tregu polak, gjerman e tjerë, po kërkojnë shtim dhomash për shkak sepse e shohim me rrezik udhëtimet dhe pushimet. Sipas të dhënave nga aeroporti i Tiranës, gjatë vitit të kaluar, rreth 6% e totalit të pasagjerëve që mbërritën në Shqipëri ishin nga vendjet e lindjes së mesme. Një përqindje që pritet të rritet ndjeshëm gjatë këtij viti. Ju e dini që Dubai ka një turizëm të jashtëzakonshëm, pra Emiratet, por edhe Turqia dhe Egjipti kanë pasi ka pasi ndikime dhe këta vende dhe kështu që mjaft klient dhe themi nga tregjet europiane me cilët ne operojmë, po kërkojnë partnerit tanë që të spostojnë udhëtimet e tyre. Për herë të parë në 5 vitet e fundit, numri turistëve në bazë mujore ka regjistruar rënje sipas të dhënave të Institutit të Statistikave. Megjithatë, kjo nuk pritet të ndikojë në totalin vjetor, pasi sipas Unionit Turistik, numri turistëve në Shqipëri pritet të rritet me rreth 6% deri në fund të vitit. Maturantët kanë nisur plotësimin e formularit A1, që është një kusht për të vijuar rrugëtimin drejt shkollës së lartë. Autoritetet thonë se procesi duhet ndjekur me kujdes, pasi universitetet kanë kritere specifike në pranimin e studentëve. Maturantët po plotësojnë formularin A1 dhe A1Z, një hap i rëndësishëm për vijimin e studimeve të tyre në universitet. Drejtori i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Xhelaj, thekson se maturantët duhet të jenë shumë të kujdesshëm në ndjekjen e kësaj procedure, pasi universitetet kanë kritere dhe lëndët e tyre specifike, ndërsa sipas tij, pritet që shumica e maturantëve të përqendrohen në të njëjtat preferenca studimi. Theksin kryesor ka për temat provimit detyruar që nuk kanë alternativë, janë provimet me zgjedhje. Dhe vëmendja e maturantëve duhet të jetë e fokusuar tek degët që ata pretendojnë të studiojnë. Këto degë do të jenë pjesë edhe për zgjedhjes në formularin A1, në mënyrë që ai të ketë mundësi që këto të japë në maturën shtetërore dhe të ketë një notë mirë, e cila do të ndikojë edhe në renditjen e tij në
pikëzimin që do bëjë universiteti gjatë procesit të aplikimit dhe të regjistrimit. Kërkesat më të mëdha janë kryesisht degët mjekësore dhe kërkesa për inxhinier ose për specialist dhe profesionistë të fushave është rritur në tregun vendas. Informacionet për secilin universitet mund të aksesohen edhe në portalin U-Albania në mënyrë që maturantët të kenë një pasqyrë më të qartë mbi kriteret dhe kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë. Për te ndihmës që japin dhe mësuesit, po edhe në vetë portalin U-Albania, i cili është aksesueshëm dhe ku universitetet gjatë muajit janar shkurt kanë bërë temi aktualizimin e gjitha kriterëve hyrëse për çdo program studimi. Këshilla e vetme është që ata do të informohen për kriteret hyrëse në universitet. Xhelaj vë theksin gjithashtu në nevojën për këshillim karriere më të orientuar, sidomos drejt dekëve që për vitesh përballen me mungesë studentësh, me qëllim shmangjen e mbylljes të disa programeve të studimit. Shërbimet publike, sidomos në rrethe, janë thuajse të pamundra për personat me aftësi të kufizuar. Ata përballen me mungesën e infrastrukturës, ndonse vitet e fundit janë bërë ndryshime dhe investime. Personat me aftësi të kufizuara vijojnë të përballen me vështirësi në marrjen e shërbimeve e kryesisht atyre shëndetësore, sidomos në rrethe, ku aksesi është më i kufizuar. Mungesa e infrastrukturës së përshtatur, vështirësitë në komunikim dhe informacion i pamjaftueshëm janë disa nga problemet që shpesh i pengojnë të marrin shërbimin. Problem beten katet e sipërme, për shembull kur nuk ka ashensor dhe ty duhet shkosh te një mjek specialist vije fjala, dhe atëherë godina shpesh ka barriera dhe mungesa aksesueshmërie. Ndërsa për sa i përket spitaleve, për fat keq spitalet rajonale vijojnë të mbeten. Veçanërisht spitalet rajonale vijojnë të mbeten të pa aksesueshme dhe unë di raste ku njerëzit i duhet të ngrenë në mënyrë jo dinjitose në krah për të bërë një vizitë çka si më thënë edhe të step. Ti nuk shkon dot te mjeku nëse mendon si të parën barrierat. Drejtoresha e përgjithshme e politikave të mirëqenies sociale, Jona Dervishaliaj, thotë se institucionet kanë ndërmarrë disa hapa për ta bërë sistemin më gjithëpërfshirës. Në fakt janë ndërmarrë një sër hapash për të përmirësuar aksesin e personave me aftësi të kufizuara, si në shërbimet shëndetësore dhe në shërbimet sociale, me synim që sistemi të jetë më gjithëpërfshirës dhe më i orientuar drejt nevojave reale të kësaj kategorie. Një zhvillim i rëndësishëm në këtë drejtim është zgjerimi i shërbimeve multidisiplinare në nivel komuniteti. Përfaqësues të kësaj kategorie theksojnë se nevojitet më shumë mbështetje dhe përshtatje të shërbimeve për t'i bërë ato realisht të aksesueshme. Çështja e aksesueshmërisë, e rampave, ashensorëve, e dhomave të ndërtuara të mëdha mjaftueshëm, të tualeteve të përshtatshme, që cilat ende nuk janë në realitet në qendrat tona shëndetësore apo parkimi i rezervuar për personat me aftësi të kufizuar duhet ishte një gjë e tejkaluar. Sipas Dervishaliajt, përmirësimet nuk lidhen vetëm me infrastrukturën fizike, si rampat apo ashensorët, por edhe me mënyrën e ofrimit të shërbimit, duke përfshirë komunikimin dhe aksesin në informacion. Nga viti 2022, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka një marrëveshje me një shoqatën kombëtare të personave që nuk dëgjojnë, të cilët ofrojnë dhe shërbimin e interpretit në këto institucione. Gjithashtu janë ndërmarrë dhe disa iniciativa për përmirësimin e aksesit për personat që nuk shikojnë, përfshirë këtu dhe përgatitjen e disa materiale në gjuhë të aksesueshme, në bashkëpunim sigurisht edhe me organizatat përkatëse. Aktualisht janë rreth 103 qendra socio-shëndetësore që kanë përmirësuar aksesin për personat me aftësi të kufizuara, ndërsa 325 qendra shëndetësore ofrojnë edhe shërbimin në banesë për qytetarët që nuk kanë mundësi të paraqiten në strukturat spitalore. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.